Përshëndetje gjithëve, se herë në podcast do të flasim për aktualitetin politik. Jemi me Ervin Koçi, gazetar në A2 Faleminderit shumë që jeni me ne. Kënaqësi. Si e shikoni aktualitetin politik në Shqipëri së fundmi? Jo mirë. Gjithçka duket se ka tronditur opinionin publik, sidomos dozet e fundit të cilat kanë dalë në publik, dozet timore të prokurisë posaçme, kanë treguar një shkundje të besimit të publikut te institucionet shtetërore. Këto kanë fjalën kryesisht ajo që njihet si dosja e Akshit, e ashtu quajtura dosja e Akshit. Sepse opinioni publik qytetarët janë njohur me një korrupsion i cili nuk është se përfshinte një titullar institucioni me një kompani private që mund të ndanin para etj. Por tregon që përfshir disa hallka shtetërore, hallka të cilat japin besim funksionimit të shtetit shqiptar, midis të cilave është dhe policia e shtetit. Dhe duke marrë përballë që kanë dalë elemente të tillë dhe që kanë tronditur besimin e qytetarëve te shteti, është krijuar më shumë ideja e anti-shtetit. Pra, qytetarët shqiptar shohin si më volitshëm mos besojmë në institucionet publike, pasi është krijuar perceptimi tashmë që edhe un po i paguajta paratë mia, sërish ato do i përfitoj dikush, nuk do të përkthehen në të mirë për mua. Dhe në këtë pikë duket se opinioni publik kërkon një zgjidhje e cila në gjitha rastet do të jetë zgjidhje politike, pasi kështu është ngritur shoqëria shqiptare, kështu është ngritur sistemi të cilën jetojmë. Është politika e cila udhëheq institucionet, politika e cila e merr pushtetin nëpërmjet votës. Duket se teza që partikulohet më shumë te kohët e fundit për zgjedhjet parakoshme, ndonse mohohet nga të gjitha palët, mund të jetë një tezë që mund të dëgjohet edhe më fort në javët dhe muajt në vijim. Sigurisht që e spinuar jo vetëm nga opozita, cila për vërtetës atë do zgjedhjet parakoshme, por mund të jetë e shtyr edhe nga faktorë të tjerë, të cilat mund të jenë rrjedhoj apo vimësi e dosjeve të cilat prokuria e posaçme tashmë i kanë në administrim. Qartë, por nëse të kemi përsëri zgjedhje të parakoshme, siç mund të insinuohet, por nga ana tjetër përsëri mazhoranca shpallet fituese, e legjitimon atë në sy të publikut? Sigurisht, çdo qeveri, shumicë politike, e cila del nga një proces zgjedhor, është e legjitime, nuk mund të themi që nuk është i legjitime. Se në të kundërt pastaj do përfundojmë siç janë vendet kemi rastin fundit të Venezuelës, Nicolas Maduro qeverisi një vit ndërkohë që kishte humbur zgjedhjet. Dhe gjitha rastet, nëse pushteti buron nga zgjedhjet, ai pushtet duhet respektuar, duhet pranuar, kushdo qoftë fituesi, është parimi i funksionimit të shtetit. Ndaj përmenda pak më parë çështjen e besimit të publikut te institucionet. Do të gjetur një mekanizëm, një zgjidhje politike, nuk e di se çfarë, do ta abrasim mendin ata të cilët e kanë shkaktuar këtë fenomen në shoqërinë shqiptare. Do të gjejë një zgjidhje në mënyrë që qytetarët shqiptar të rikthejnë besimin te institucionet shtetërore. Për fat keq, nëse bën një bisedë me shokët e lagjes, me kolegë pune, me tafërm, me kushërinj, të gjithë janë të pezmatuar nga ajo se çfarë ka ndodhur në politikën shqiptare, në institucionet publike shqiptare. Gjithëve shkruar ideja që kudo vë në vidhet, dhe fatkeqësisht nuk është e vërtetë. Disa element korrupsioni nuk do thotë se bëjmë pis gjithë shtetin shqiptar, por fatkeqësisht kanë qenë të atilla që e kanë krijuar bindje qytetarët që nuk ka më asgjë të vlefshme në shtetin shqiptar, në institucionet publike shqiptare. Ndaj thash duhet një zgjidhje emergjente, cila do qoftë ajo, mos jenë zgjedhjet, mund të jetë diçka tjetër, nuk e di, është duhet gjetur në mënyrë që qytetarët shqiptar, publiku, ata të cilët japin pushtetin politikës nëpërmjet votës, të ndihen realisht të përfaqësuar dhe të sigurt te pushteti që i kanë deleguar. Se është një gjë që ti jesh simpatizant i një partie politike dhe ajo parti politike fitoj zgjedhjet, dhe është një gjë tjetër që besimi që ti i ke dhënë në vot të shpërdorohet duke mos të sjell asnjë benefit të mirë. Kur flas benefit nuk e kam në diçka direkte, një kompromis kundrejt votës, se këtu hym në vepra të tjera penale. Po benefitet cilat përkthehen në investime, përkthehen në infrastrukturë, përkthehen në më shumë mirëqenie për qytetarët, në administrim më të mirë të qytetit, në administrim më mirë të institucioneve të tjera, të kopsheve, të çerdheve, që janë elementë që na prekin për ditë shkollave, të trafikut, janë elemente të cilat prekin jetën e qytetarëve shqiptarë. Sigurisht, në këtë pikë duhet një zgjidhje. Dhe zgjidhja nuk mund të vënohet, se nëse vjojmë me këtë agoninë që hëse harrohet, në atë pikë pastaj thjesht akumulojmë mërinë e qytetarëve
Në një pikë ajo do shpërthej. Dhe nuk e dim si do të jetë shpërthimi. Do jetë një shpërthim i cili mund të përkthehet në protesta në rrugët e qytetit, apo do jetë një shpërthim si ai graduali që vijon prej shumë vite që mund të jetë thjesht largimi i njerëzve. Shpresoj mos jetë kjo e dyta, pasi Shqipëria ka nevojë për njerëz. Kemi nevojë për njerëz, kemi nevojë për jo thjesht krah pune, është term banal krah pune. Kemi nevojë për qytetarë të mirë, të cilët të çojnë përpara institucionet publike shqiptare, të çojnë përpara vetë shoqërinë shqiptare. Kemi lajmet e ditët fundit. Shqipëria është në ujë, praktikisht qytetet kryesore. Durrësi është tmerrsisht keq situata. Dhe kur sheh një qytet bregdetar i cili deti është futur në qytet, praktikisht e kuptoj që ty ka diçka që nuk shkon. Nuk bëhet fjalë thjesht për një sasi të dëndur reshit që mbi ngopi kanalet kulluese. Është diçka e cila duhet ishte parapir, duhet ishte menaxhuar më mirë dhe tregon, unë themi që edhe fokusi i vetë institucioneve publike duket se nuk është më mirë administrimi i punëve të qyteteve apo të institucioneve. Qartë, ju thatë që ka një mosbesim ndaj institucioneve, por a shikoni që ka edhe një mosbesim ndaj politikës, e pam edhe në zgjedhjet e pjesshme lokale që zhvilluan para pak muajsh, ku pati një bojkot qytetar, pati një shifër shumë të vogël pjesëmarrje. Sigurisht zgjedhjet e pjesshme, nëse do futemi në traditën si kanë funksionuar që nga 91 kur janë bërë zgjedhjet e para pluraliste deri sot, kanë qenë gjithmonë favor të partisë pushtet. Aq më shumë kur opozita nuk ofrohet si alternativë në ato zgjedhje. Në momentin që opozita nuk ka alternativë, atëherë njerëzit preferojnë të mos dalin të votojnë. Edhe po të shohësh edhe disa qendra votimi në Bashkinë e Vlorës, për shembull, kemi 93% votave favor kandidatit partisë pushtet. Do të thotë që kanë dalë vetëm ato që janë simpatizant, militant, mbështetës, pse jo, dhe personat të cilët mund të jenë detyruar të shkojnë të votojnë, që i lidhet një vend pune, një kontratë pune, apo një benefit tjetër, cili do qofte me pushtetin. Dhe duke mos pasur një alternativë, vetiu qytetarët shqiptar zgjedhin ta bojkotojnë. Është shumë e thjeshtë. Ishin dhe nëse kthehemi mbrapa në kohë, ishin zgjedhjet vendore të vitit 2019, ku kandidoi vetëm Partia Socialiste. Ajo ishte de facto partia garuese, pavarësisht se kishte disa parti tjera të cilat dolën si alternativë. Dhe e pam që pjesëmarrja në zgjedhjet nuk ishte ajo që të kënaqte. Ishte diku 20-21% nëse marrim rang kombëtar. Rreth këtyre shifrave për mos qenë precis, pasi nuk kujtohet fiks eksakt. Dhe vetë qytetarët kur nuk kanë alternativë zgjedhin të bojkotojnë, zgjedhin të mos shkojnë të bojkotojnë. Por kjo është e keqe e madhe më pas. Nëse një subjekt politik nuk merr përgjegjësinë që ka për të garuar, për të përfaqësuar një elektorat caktuar, atëherë qytetarët vetë do të gjejnë një subjekt tjetër që t'i përfaqësojë ata. Pra, nëse nuk është X subjekt që garon, të mbështesin dikë tjetër. Në gjitha rastet, nuk duhet që shoqëria shqiptare të polarizohet e me Tiranën e me Partizanin. Është më shumë se sa tifos plak partjak. Është pushtet të cilin ti e delegon personave nëpërmjet votës. Është pushtet shumë i madh për fondet që administron, për projektet që administron, për të mirat që mund t'i jap shoqërisë, të cilat mund të përkthehen në të këqija, nëse bëhet zgjedhje, unë themi e gabuar, pse jo, mund ta quajmë të gabuar. Se era herës kemi parë që personat caktuar nuk kanë qenë fort të përgjegjshëm në detyrat që kanë kryer. Dhe në këtë pikë duhet që qytetarët shqiptar të mos ndahen në dy bastione, o me njërin o me tjetrin. O je me mua o je kundër meje. Duhet të gjejnë alternativa të tjera, të marrin shembull siç ka ndodhur në vende të tjera, nuk ke nevojë të hedhësh syt larg ke Kosovën. Është një themi një krenari dhe një fatkeqësi njëkohësisht krenari sepse është një vend i cili prodhon demokraci, i ofron demokraci qytetarëve shqiptar, është një vend model për mënyrën se si delegohet pushteti nga votuesit te partitë politike, janë zgjedhje të cilat në standarde mund të kapin dhe modën nordike. Fatkeqësi sepse shqiptarë jemi të dy, edhe ne nuk bëjmë dot një proces zgjedhor të ajrit. Kam përmend kohët e fundit, Kosova gjatë vitit 2025 bëri 4 procese zgjedhore. Bëri të shkurtit, zgjedhjet vendore, balotazhet, zgjedhjet e dhjetorit të parakohshmet. Të katra këto procese zgjedhore
u cilësuan me standarde tepër të larta. Në një proces zgjedhor në 4 vjet nuk e bën dot si Kosova. Do bën 4 në një vit. Prandaj them që ka në tjetër është fatkeqësi dhe do duhet që realisht të rikthehet dhe besimi aty ku buron pushteti, ke vota qytetarëve shqiptar. Duhet besim që zgjedhjet janë të lira, zgjedhjet janë të ndershme, qytetarët nuk janë të indimituar, nuk janë të detyruar të votojnë siç përmenda pak më parë. Zgjedhjet të jenë me vullnet të lirë nga ana qytetarëve. Ai që fiton më pas ta gëzoj, ka marrë besimin total, mund të marri 71, 72, 102, 140 mund të fitojë gjitha nëse ka marrë në mënyrë të lirë, në mënyrë drejtë. Ta gëzoj si thonë, të marrë dhe përgjegjësinë që ka mbi supe në mënyrën se si do të qeverisë vendin. Por thash, duhet që qytetarët të gjejnë besim edhe te vota, se Shqipëri lajmi zë lajmin. Dhe raporti Odirit dhe duket se u harrua për shkak dosja e Akshit, dosja tjetër, një ngjarje tjetër për mbytje tani. Dhe shohim që situata aktuale në cilën gjendet dhe mosbesimi publik është për shkak se ndërkombëtarët e thanë më qartë se herët e tjera çfarë problematikash kishte procesi zgjedhor në Shqipëri. Dhe ato problematika duhen zgjidhur në mënyrë që unë kur të iki të votoj nesër pas nesër, të mos kem dyshime në mendjen time që rivali im ka nxjerr 5.000 veta me detyrim për të votuar, punojësit e X institucione apo X biznese, se janë miksuar tashmë. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për partinë pushtet, po se të gjitha partitë mundohen që me mënyra të caktuara të detyrojnë qytetarët të votuar, i detyrojnë, pra, të votojnë në mënyrë të caktuar. Do duhet që gjithçka të shkojë me vullnet lirë dhe më pas fituesi të marrë përgjegjësinë për administruar vendin. Aty realisht zgjidhet edhe ky ngërçi i besimit të qytetarëve, çik diskutim filozofik për hir vërtetës, por duhet ngulitur realisht në mendje, duhet bërë realisht të ditur për qytetarët që vota që ato kanë është pushteti më i madh që ekziston në Republikën e Shqipërisë. Vota atyre delegon pushtetin tek një individi caktuar, tek një shumicë e caktuar, e cila më pas administron të gjithë taksat që ne paguajmë, të gjithë paratë që ne paguajmë, e cila më pas vendos se ku do investoj dhe ku nuk duhet të investoj. Ndaj them që qytetarët shqiptar duhet të tregojnë të ndërgjegjshëm që mos jenë thjesht o me njërin o me tjetrin, pse jo të hapin syt edhe për parti tjera, mbase ka ardhur koha. Dhe tjetra, do duhet realisht që dhe këto dy aktorët e mëdhenj politik të garantojnë besimin te qytetarët që vota është e lirë, vota është e drejtë. Qartë. Në radhë të opozitës ka një tezë së fundmi që flitet për një qeveri teknike. E shikoni si një mirazh në narracionin e tyre apo si një realitet politik krijimin e një qeverie teknike? Me shoh dështirë që të krijohet një qeveri teknike për shkak se do të detyroj opozita. Nëse krijohet një qeveri teknike, jam idesë që do detyrohet apo do spinohet nga faktorë të tjerë që mund të jetë drejtësia, mund të jetë ndërkombëtarët, po s'besoj se është opozita. Opozita fatkeqësisht nuk arrin të frymëzojë njerëzit, që njerëzit të dalin në mbështetje të saj, që ta detyrojnë shumicën, ta çojnë ndërmend, që mbase edhe duhet. Ne kemi parë protestat e opozitës së bashkuar. Kjo e fundit protesta kombëtare kanë fjalën, jo foltore që bën çdo ditë hënë. Nëse do ta përkufizoja me fjalë, duket sigurisht shpreha live to find another day. Domethënë, kemi disa numra, po jo mjaftueshëm që të ndikojmë në ndryshime qeveritare apo të tundim pushtetin, siç u tha. Kishte numra mjaftueshëm sa për mos thënë që jemi keq. Vetëm kaq. Mund të them për protestën e Partisë Demokratike. Por gjitha rastet do duhet që tubime të tilla, nëse do duan të marrin shembull nga zhvillimet në Bullgari apo në Serbi, ka nevojë për një drejtim, ka nevojë për një frymëzim, dhe ai frymëzim duket si nuk vjen momentalisht nga Partia Demokratike, mund të vijë mas javë, mas muaj, nuk do të paragjykoj të ardhmen, por me ato që kemi parë tani, sidomos në foltore ditëve të hëna, ndonjëherë duket se ka më shumë përfaqësues mediash se sa realisht tubues apo protestues. Por gjithsesi, gjitha rastet është mirë të protestohet. I bën mirë demokracisë shqiptare. Qoftë një person i vetëm. Pse nuk bashkohet opozita? Shohim që ka protesta të ndryshme nga partitë e ndryshme që janë pjesë e opozitës, nga Shqipëria bëhet, Partia Mundësia, Partia Demokratike, por nuk ka një unifikim të protestave. Ka një thirrje nga zoti Berisha, që është duke u shqyrtuar nga zoti Lapaj, po kundërshtuar nga Arlind Qori, i cili është edhe pjesë e një force politike. Një shpytje shumë e mirë për izë vërtetës.
një opozitë e bashkuar mund të prodhoj më shumë numra që mund të jetë më domethënëse dhe në artikulimin publik. Nëse ti arrin mbushësh bulevardin, komplet bulevardin, deri tek monumenti Skënderbeut, sigurisht që ke dhënë një mesazh fort, qoftë ke ndërkombëtarët, qoftë te qytetarët. Por me sa duket partitë opozitare kanë ndasitë e tyre. Ndasitë të cilat duket se janë më të mëdha se pika që mund t'i bashkojnë. Nëse të gjitha duan rrëzimin e qeverisë, pra ndryshimin e pushtetit, rotacionin politik, duket që mënyra se si do të vijë rotacion politik është ndryshme nga ajo në cilën militojnë të parti. Pastaj është ndarje ideologjike. Përmendë zotin Arlin Qorri, është i pozicionuar shumë qartë në bindjen e tij ideologjike për mënyrën se si funksionon partia e tij dhe nga janë duhet të gëzoj dhe respekt, pasi është personi i cili ka bërë qartë, kjo është partia ime dhe unë nuk bëj alianca fluide në kompromis të pushtetit. Pra, i qëndron besnik ideologjisë së tij. Për këtë çështje duhet për t'i dhënë komplimente, se ndonjëherë janë dhe ideologji të cilat bëjnë partitë politike, nuk mundet që ekstremi i majt me ekstremin e djathtë të bëhen bashkë në koalicion. Po e marr si shembull, sa si nga këto nuk janë ekstreme, as zoti Arlin Qorri, as Partia Demokratike, as zoti Lapaj. Por duket se kanë edhe interesa të tyre që pse jo, në kalkulimet e tyre ato mendojnë se mund të rriten më shumë, duke qëndruar veçma se sa duke bashkuar. Se në finale duke bashkuar ke Partia Demokratike, do shkosh në ombrellën e Partisë Demokratike. Pra nuk je asnjëherë faktori e aty rrotull, po jo në vendimarrjen totale. Për të ndalur te drejtësia, pati disa aksione të drejtësisë sa i takon Partisë Demokratike, më konkretisht edhe Sali Berishës, pati një zbehje dhe duket se tashmë është përshëndruar më shumë drejt Partisë Socialiste. Pse ka ndodhur ky lloj polarizimi, apo thjesht mendoni që është një ideologji që citohet vetëm në polin politik se sa në realitetin se si funksionon drejtësia? Ke fjalën për diskursin politik që mban Partia Demokratike ndaj institucioneve të drejtësisë. Sigurisht me ndryshimin titullarit të institucionit të SPAK-ut, me ndryshimin nga zoti Dumani, zoti Brau, Partia Demokratike e shfrytëzoi si mundësi, pra më duket se është më shumë një kalkulim politik, nga gjithë opozita përveç vërtetës, e shfrytëzuan si mundësi për të hequr, themi, atë gjuhën e ashpër ndaj SPAK-ut. Sondazhet e ndërkombëtare që bëhen apo ndaj organizatave private e nxjerrin programin e posaçme antikorrupsion si institucioni që është në krye sa i përket besueshmërisë së qytetarëve shqiptar. Pas mund të vinë disa tjerë, politika është nga fundi, qeveria po ashtu, parlamenti po ashtu, pra nuk është se gëzojmë besim te qytetarët shqiptar, policia e shtetit po ashtu. Dhe Partia Demokratike kuptoi që një nga handikapet e saj më të mëdha në fushatën elektorale të zgjedhjeve parlamentare të 2025 ishte sulmi që i bëri institucioneve të drejtësisë. Sulmi që i bëri SPAK-ut, sulmi që i bëri zoti Dumani. Dhe këtë handikap duket se kërkon ta zbuz tashmë, duke mos folur me narrativ të ashpër ndaj zotit Klodian Brau dhe duke ruajtur disa akuza ndaj zotit Dumani. Zoti Berisha e tha edhe në paraqitjen e fundit që patën SPAK se s'kishte për të thënë mbi zotin Dumani. Nuk është se u kursye në fjalë, por deri tani shohim që paktën ndaj titullarit të institucionit po tregohen më të zbutur, nuk kanë dhënë asnjë qendrim për së vërtetës, nuk kanë thënë as po as jo, as i mirë as i keq, kanë thënë që presim që nga ky të vijojë hetimi etj etj. Dhe në anën tjetër, aksioni politik i Partisë Demokratike është gjithë i ndërtuar mbi atë se çfarë ka bërë SPAK. Nëse dalin protestë kundër zëvendës kryeministres Zonës Balluku, dalin sepse ajo dosje u prodhua nga Prokuroria e Posaçme në korrupsion. Okej, mund të ketë bërë kallëzimin Partia Demokratike, por sigurisht kallëzimi nuk mjaftoi që të prodhoj veprime hetimore konkrete apo që të shkojë deri në atë pikë sa të kërkoj heqjen e imunitetit ndaj një zyrtari të lartë që shqiptar. Dhe duke qenë se Prokuroria e Posaçme prodhon aksione politike për opozitën, opozita tashmë po mundohet që t'i kapitalizojë ato. Duke thënë që ne paditëm, ne ja çuam të dhënat prokurorisë, ato hetuan, por duke zbutur dhe gjuhën se dinë që tashmë qytetarët shqiptar kanë besim ke SPAK, nuk është se s'kan. Jo 100% sigurisht jo, po rreth 80% dhe nuk është pak. Që 80% e qytetarëve shqiptar kanë besim ke institucion dhe ai është Prokuroria e Posaçme në korrupsion. Nuk janë institucione të tjera, nuk është nuk e di se s'po më ndërmend. Nuk është policia rrugore, nuk është se përmend policinë. Nuk janë as autoritetet
institucionet caktuar të pavarura. Kam besim te drejtësia e posaçme, jo ke prokuria e përgjithshme, jo ke prokuria e rrethit, po ke drejtësia e posaçme, e cila heton zyrtarët e lartë. Dhe me sa duket, po do që këtë besim që kanë qytetarët, pse jo, të filloj ta fitoj dhe vetë, duke ndryshuar diskursin politik ndaj prokurisë së posaçme. Ju e keni ndjekur nga afër zhvillime që ndodhin në kuvend, si e shikoni kuvendin e Shqipërisë? Ka qenë më keq, ka qenë dhe më mirë. Në të dy rastet. Seanca fundit parlamentare ishte dëshmi e përplasjes politike, ishte dëshmi që sa të polarizuar janë palët, ku njëra palë iku për bllokuar tërësisht seancën, tjetra në mendje më të lehtë nuk lëvizi fare nga vendi që qëndroi e ulur. Këto e kam fjalën për majorancën, dhe kjo më bëri shumë përshtypje që qëndruan të ftohtë, absolutisht nuk u përfshin fare në ato tensione të cilat po përfshinin kuvendin e Shqipërisë, kryetarin e kuvendit zonin Peleshi që po i hidhin shishe uje, gjëra të tjera, qëndruan të ftohtë, vazhduan miratuan aktet e tyre sikur asgjë s'ka ndodhur. Sigurisht duke parë se palët janë kaq shumë të ndara në bindje apo në aksione apo në qëndrime, tregon edhe mënyrën se si funksionon kuvendi i Shqipërisë, ku njëra palë ka ndarë mendjet, nuk kanë për të miratuar 1 2 3 4 5 akte, nuk do miratojë 1 2 3 4 5 akte, sa pala tjetër e di që nuk ka fuqinë e kartonit, paktën kërkohet që të jetë prezente nëpërmjet akteve demonstrative. Pra duket sikur Partia Demokratike kërkon të heqë vëmendje mediatike, kryesisht mediave ndërkombëtare, ndërsa Partia Socialiste kërkon të vijojë me agjendën e saj. A i bën mirë vendit? Jo, nuk i bën mirë. Sigurisht nuk mundet që kuvendi i Shqipërisë në seancë plenare të miratojë 29 ligje dhe të bëhet 12 orë debat, për ato 29 ligje praktikisht nuk është diskutuar fare. Nuk mundet që kuvendi i Shqipërisë thotë gjithmonë jo për çonism që vjen nga opozita a priori. E propozoi Ervini, refuzoje. Nuk mundet që majoranca të tregohet e ashpër me forcën e kartonit ndaj kërkesave të opozitës për transparencë. Nëse opozita kërkon që të bëjë transparencë duke thirrur një zyrtar të lartë për interpelancë, okay, në kalkulimet e saj mund të jetë tërësisht politike, por në finale bën mirë. Qytetarëve të dinë për një çështje të caktuar të informohen. Mbase jo drejt për drejt duke ndjekur seancën, por nëpërmjet mediave të caktuara që ndjekin punimet e kuvendit të Shqipërisë. Dhe shohim që majoranca që ndron strikt agjendës së saj, nuk bën fare kompromise, dhe shohim opozitën që është në një farë forme duke lënguar pa fuqinë e saj në sallën e kuvendit. Pse them duke lënguar? Kuvendi i Shqipërisë ka ngritur 2 komisione të posaçme për të ecur përpara me 2 reforma të rëndësishme. Reforma zgjedhore dhe reforma territoriale. Janë shumë të rëndësishme pasi e para synon të kthej besimin taj që diskutuam më parë, besimin e qytetarëve te vota, ndërsa e dyta synon që të rrisë apo të ndryshoj mënyrën e funksionimit të pushtetit vendor në Shqipëri. Pra nuk është thjesht një ridizajnim harte, që Bashkisë Tiranës mund t'i shtojmë edhe Vorën, apo nuk e di një fshat të një bashkie tjetër, apo të zgjerojmë një bashki tjetër, apo të zvogëlojmë një bashki tjetër. Nuk ka të bëjë vetëm ridizajnim harte, ka të bëjë për mënyrën se si funksionon pushteti vendor, kompetencat që jepin pushtetit vendor. Ndaj quhet reforma administrative territoriale. Pra ne kompetencat administrative që marrin pushtetet vendore, sigurisht duke caktuar edhe territorin mbi cilin ushtrojnë këto kompetenca. Dhe të dyja këto reforma mund të miratohen pa votën e opozitës, pasi majoranca i ka numrat në kuvend. Ka 83 të vetët plus 3 pro bono që i vijnë nga PSD-ja, e cila ka miratuar programin analitik qeverisë, ka miratuar buxhetin e qeverisë që praktikisht e pozicionon atë si një forcë majorancës. Dhe me 86 vota, Partia Socialiste mund të miratojë këto 2 reforma e vetme. Çka do thotë që opozita mund të shihet se e mushkonja që fluturon në dhomë dhe thjesht e bezdis, po nuk e pengon që të bëj gjumin rahat. Dhe në këtë pikë dalim nga që thamë në fillim, do të gjetur një zgjidhje në mënyrë që çdo gjë që të bëhet realisht duke i dhënë një interes të caktuar aksioneve politike apo akteve politike. Nuk do të jetë interes personal, por do të jetë interes publik. Nëse ne do të shkojmë drejt zgjerimit të Bashkisë së Tiranës për ta bërë më të madhe, do të ketë një arsye të caktuar, nuk do të jetë arsye politike. Do të jetë arsye që lidhet me shërbimet që ofrohet ndaj kësaj bashkie. Nëse ne do të shkojmë drejt zvogëlimit të Bashkisë së Tiranës, pra për marrë të dy raste, do të ketë gjithashtu një arsye të caktuar. Pse do shkojmë drejt kësaj pike? Çfarë nuk ka funksionuar, çfarë mund përmirësohet? Nuk duhet që një ditë bukur mas 3 muajve sherr në kuvendin e Shqipërisë, pa pritur të na vinë një drafte dhe
hajta miratoj. Publiku duhet di se çfarë bëhet. Duhet di se çfarë miratohet. Duhet di se çfarë prek në jetën e tyre, pasi në finale për ato bëhet, kështu thuhet paktën në opinion publik. Nëse do ndryshojmë një reformë, bëjmë për të përmirësuar jetesën e qytetarëve shqiptar, jetesën e banorëve të këtyre bashkive, të këtyre njësive etj. Dhe qytetarët do të dinë realisht se çfarë përfitojnë e çfarë nuk përfitojnë. Qartë. Edhe një pyetje të fundit. Besoj keni parë lëvizjen Saliani, që duket se ka krijuar një pol të ri brenda Partisë Demokratike, një lëvizje që është dënuar nga zoti Berisha, po zoti Saliani, citoj këtu atë, ka thënë që çfarë problemi ka Partia Demokratike dhe zoti Berisha nëse unë i sjell mira vota kësaj partie. Mendoni që e dëmton Partinë Demokratike kjo lëvizje apo e forcon akoma më tepër? Nëse flasim thjesht për Partinë Demokratike, nuk e dëmton sako zoti Saliani nuk shkon drejt formimit të një forcë tjetër politike, që besoj se do bëjë. Nuk paktën sa ka deklaruar publikisht është që nuk është për të formuar një parti të re politike për të sfiduar partitë e vjetra siç ka qenë narracioni publik i gjitha partive që janë krijuar. Por në anën tjetër nuk e shoh as si rrezik për zotin Berisha. Zoti Saliani është një person i cili do t'i qëndrojmë fakteve juridike. Është një person i cili është dënuar në vendim formës prerë. Ka kryer dënimin, konsiderohet i rehabilituar për shoqërinë, po jo për institucionet. Pra, zoti Saliani nuk mund të jetë zyrtar i lartë i shtetit, nuk mund të zgjidhet deputet, nuk mund të zgjidhet kryetar bashkia apo antar e Këshillit Bashkiak pas për te viti 2029. Pra, zgjedhja e parë e cila zoti Saliani mund të kandidojë për deputet, nëse ecim me ritme normale 4 vjeçare, i bie të jenë diku ke 2033. Nëse kërkon që të jetë për pushtet vendor 2031 parat. Se është kjo periudha 5 vjeçare ndalimit pasi merr vendimin e formës së prerë. Sigurisht në këtë pikë zoti Saliani nuk mund të jetë kërcënim për Partinë Demokratike sako është i privuar nga ligji për të ushtruar funksionet larta shtetërore, duke marrë për mirëqënd që Partia Demokratike mund të jetë alternativë në zgjedhjet e ardhshme, duke bërë dhe hipotezë në këtë pikë, pasi nuk e dim është prapë vullneti i qytetarëve shqiptarë i cili e shpreh atë. Dhe në të gjitha rastet besoj se edhe zoti Berisha është nxituar disi kur ka bërë ato deklarata ndaj zotit Saliani. Deklarata të cilat shkonin deri në akuza penale. Nëse zoti Berisha apo zoti Noka nga realisht të dhëna që zoti Saliani ka takuar personin më të kërkuar në Shqipëri, ndër më të kërkuarin në Shqipëri, zoti Sulçela, më së paku do ta referoj ke organet e drejtësisë. Të thon ku është ky personi, se ku e takoi, është në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, në Elbasan, Tiranë, Fier, Durrës, ku është, se nuk e dim. Nëse ato e din, do t'ja referojnë drejtësisë. Dhe sa kohë nuk e referojnë drejtësisë, unë jam i predispozuar që të them që është thjesht një akuzë për ta larguar nga Partia Demokratike. Dhe ti nuk e pse bën largime në një kohë që numrat i ke të ulta, i ke të rrudhura. Prandaj përmenda pak më parë lëngon përballë forcës së kartonit të Partisë Socialiste. Do ta afroj gjithë çdo person mundshëm, çdo përfaqësues shoqërisë shqiptare në mënyrë që të ndihen të përfaqësuar te Partia Demokratike, në mënyrë që të jetë realisht oponentë së qeverisë. Jam i parimit që një opozitë e fortë bën një qeveri më të mirë. Opozita aktuale mund të duket e fortë në diskurse politike, por nuk është e fortë përballë majorancës. Nuk arrin të ti imponojë gjë majorancës. Nuk e ka forcën e kartonit që të imponojë. Nëse Partia Socialiste do kishte 74 apo 76 vota, sigurisht që do ishte e detyruar të bashkëpunonte me Partinë Demokratike për reformat e mëdha. Por sa kohë Partia Socialiste i ka gjithë numrat për të miratuar vetme, i duhet Partia Demokratike vetëm për të ndryshuar kushtetutën. Nëse kompromisi ndërmjet palëve shkon për të ndryshuar kushtetutën, atëherë dihet se kush do jetë kurbani aty në mes, mund të jetë reforma drejtësi. Nëse PS PD bën bashkë për të arritur deri në një reformë kushtetuese të vendit. Shpresoj që mos ndodh. Dhe për ta vjuar sërish ke zoti Saliani, nuk besoj dhe nuk duhet që Partia Demokratike të vjojë me skualifikime, me përjashtime apo me vetë përjashtime, siç ishte diskursi i fundit. Duhet të jetë për bashkimin e Partisë Demokratike. Duhet të thithë të gjithë personat e mundshëm që të ndihen të përfaqësuar nga Partia Demokratike në mënyrë që të jetë pse jo, nëse ajo hipoteza që diskutuam fillim që mund të ketë zgjedhje të parakohshme, ato persona të jenë kontribues në Partinë Demokratike, jo gjithmonë në krye,
pasi jo gjithmonë mund të jesh në krye, por edhe duke dhënë mbështetjen qoftë edhe si simpatizant i thjeshtë i kësaj force politike. Sa i përket Partisë Socialiste, pastaj e dim që mund të hynë manualet politike se si duhet organizuar një formacion politik. Mund të jetë leksion edhe për partitë e tjera se si funksionon një formacion politik që të jetë i suksesshëm. Qartë. Faleminderit shumë Ervin Koci që ishit me ne. Kënaqësi.